presidenti mund t'i ketë gjitha. Dita për peshë politike. A duhet të ketë peshë politike? Presidenti i vendit i ka kompetencat e përcaktuara me kushtetutë. Po, Edhe nuk ka peshë të vogël, ka peshë të madhe. Nuk ka nevojë kur presidenti i vendit shkon në Amerikë ose kudo, me thirr kryeministin me pyet, a në shkutit marrëveshje për një kompetencë që e ka drejtën. Po janë disa kompetenca. Po marrë çka? Lexoj kushtetutën. Marrëveshje ndërkombëtare s'ka kurrë kompetencë. Po ta tish ta marrëveshje ndërkombëtare shtinë në diskutim se s'ke kjo. A peshe Bajram Beka, a peshe dikun Bajram Beka. Ka disa kompetenca. Ky po ka si Bajram Beka. Jo, po ka pemosh. A do Roma. A jemi ka dojmë në a jemi të dashur. A jemi të dashur në Kosovë një president pro si Bajram Begaj, a përdojnë një president me kompetenca kushtetuese. Jo, nuk e thot kushtetuta. Jo, nuk e thot. Ki totalisht sistem parlamentar. Jo sistem presidencial. Lexoj kompetencat e presidentit kushtetues. I ka një 30 kompetenca. 30 kompetenca Bajram Begaj. Jo, nuk i ka. Na nuk i kena. Na nuk i kena puna. Lutem kushtetutë veçantë. Na kena modelet të sistemit parlamentar. Ka lutem i marr kushtetutën e Kosovës, me inu mu taksativisht kompetenca të kompetenca presidentit Kosovës edhe të Shqipërisë. Krahasoj pak. Kompetenca ka shumë. Neve nuk na duhet një president, nuk na duhet një president apo presidente që është e nënshtruar ndaj kryeministit, që në thjesht nuk do të marr pjesë kërkon, veç ku i thot presidenti. Po jo, ka dhe kompetenca që i kanë bashkë presidentja me kryeministrin, me emrin kryeprokuror, ka plot. Madje akejise këto gjona, i bojnë bashkë. Pra nuk na duhet një president i nënshtruar. Dhe logjika jamo kjo pen. Në rast se vetëvendosja krijon një shumicë parlamentare në kuvend, që mundet me e themelu qeverinë bashkë me komunitetet jo shumicë jo serbe. E themelon, i bën gjartë lidhë deputet, e bën qeverinë. Presidenti duhet me patjetër m'ia jap një partie politike opozitare. Në rast se opozita e krijon një shumicë parlamentare për 50 deputetëve që me komunitetet jo shumicë jo serbe e bën qeverinë, atëherë duhet presidenti m'ia jap vetes. Kjo e balancon sketën politike.